Plas mes Donjës dhe Kiarës. Më hoqe vet, mos u bëj viktim. Përplasja mes moderatoreve Kiara Tito dhe Dojna Mema ka marrë një kthes të re. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, Kiara vendosi të reagojë për herë të parë ndaj deklaratës së Donjës, e cila pak kohë më parë pretendoi se Kiara e kishte hequr nga Instagrami pa asnjë arsye. Por sipas Kiarës, e vërteta është krejt ndryshe. Nuk e kam hequr unë. Më ka hequr vet Dojna. Këto janë gjëra që i diskuton një adoleshente, jo dy kolege që kanë ndarë kafe dhe bukë në të njëjtën shtëpi, u shpreh Kiara, duke lënë të kuptohet se nuk ka asnjë konflikt nga ana e saj, por edhe duke mos kursyer ironinë. Dhe më pas, një thumbi drejt për drejt. Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikohemi. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve. Kam duruar shumë sulme, por nuk kam nevojë të viktimizohem. Reagimi i Kiarës ndezi rrjetet, me shumë ndjekës që tashmë janë të ndarë mes dy moderatoreve.